Allahu Teala në këtë xumaje do të flasim për një paralajmërues tjetër që paralajmëron ardhen e muajit të madhnueshëm të Ramazanit dhe që në kalendarin islamik në takvimin e muslimanëve shënohen 4 net të mira, të cilat domethënë paralajmërojnë ardhen e muajit të Ramazanit njëkohësisht. Bëjnë apel ndër ne, apo kanë domethënin që besimtarët, këto lajmëtarë që po i vinë, duhet ta ndjej edhe të parapërgatitet që kur të futen në Ramazan, kur të futen në muajin e madhnueshëm, të jetë një njeri me një zemër më të pastër, me një amel, me amelet tona, me punorët tona, siç i dëshiron Allah dhe profeti i tij. Thonë shkurt dhe qartë të tjetërsohet, tjetë njeri. Njeriu 12 muaj të vitit duhet tjetë njeri. Në 12 muaj të vitit duhet të përkushtohet rrugës dhe autostradës së shkëlqyer që neve i themi shariat, ku bazohet në Kur'an, hadith, në ijma dhe qiyas, por që në muajin e madhnueshëm njeriu me një tëubë istighfar të fortë, sepse nuk ka njeri pa gjunah dhe pa mëkate. Çdo njeri që lind nga nëna nuk mund të thotë se jam perfekt dhe i pa gjunah. Prandaj i themi se janë njerëz dhe njeriu është i predispozuar edhe për të pa gjunah. Por që Allahu xhaleshanu pra ka çuar këto data, ka çuar këto muaj që të bëjnë tëubë istighfar, të kthehen rrugës Allahut xhalal dhe të jetojnë si muslimanë si tjerë të pastë. Në ditën e Eitën, na vjen nata e dytë në radhë, nata e ditë e mirë në radhë, që quhet nata e Mirajit. Po kush është Israja dhe Miraji? Një herë në vit na vjen kjo temë për t'u komunikuar edhe ju. Çfarë është Israja dhe Miraji? Siç e dini edhe ju, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam shumë vujti që ku u ba 7-8 vjeç, e deri në moshën 20 vjeçare të gjithë thirrin El Amin, njeriu më besnik në Mekë, më i drejti, më i pastri, më i sinqerti. Mirë po ku ju tha njerëzve se mua prej sot Allah më shpalli pejgamber kur i bani 20 vjeç, filluan të ndryshojnë 100%. Nga besnik El Amin, filluan të thonë ti je gënjeshtar, ti je mashtrues, ti je shpifës, ti po shpif, ti po i shanë zotat tanë, dhe filluan ta urrejnë. Dhe ata që më shumë që urrejnë, Zot falna, po sprovet madhin Zot, ishin vetë fisi i vetë, mizhallarë të vetë, xhajallarë të vetë. Dhe hoqi shumë keq për këtyre njerëzve. Prej vetë fisit kurejshit, prej vetë gjakut të vetë, vuajti shumë i tashmi Zot, sa që 3 vite u mbyll edhe në bojkot, e bojkotuar. Fjala bojkot, do të thonë i ndalën dhe ushqimet, profeti alayhis salam, që mos i çon të kush ushqim, haje dhe bie. Vujtet e tij janë shumë të për ne shkurtimisht. Ti bim kësaj për të kaluar tek natë e Mirajit. I ngeli i vetëm i vend për me thirr Manfe, tha me që të mit nuk po më pranojnë, shkojnë në një vend që quhet Taif. Me mendimin dhe me shpresën se atje do ta pranojnë për pejgamber. Atje e gjeti mëkesën në çdo vend tjetër, sa që thuhet paria ati vendi i Taifit, urdhëron fëmijët e lagjës ta gjunin me gurë dashmin e Zotit dhe publik. Sa që argumentohet se u mbushën dhe këpucët me gjakë. Një fa mënyrë edhe ta plagosin edhe ta injorojnë pejgamberin e Islam, duke gjujtë fëmijët e lagjës. Dhe kur po ktheheshte, u nal me një lugin, i shkuan lotët të dashmin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha, o Zot, o ti që jenë mbi 7 katë qiell, të mitë po më përzan, të kujtë Zot ja dhirë për mua, në dorë të kujtë po më leno i madhi Zot, nuk kam gajlën time, po kam gajlën e dinit tëndë, nuk po më pranoj për pejgamber. Allahu dhul Xhelal ka jetë në Kur'an, thot, ja Muhammed, nuk mund t'i zbusësh ti zemrat e njerëzve, se kush e pranon fen Islam dhe kush jo është në dorën time. Ti e ke për obligim dhe e ke për detyrë vetëm me thirr. Dhe ato që ta kam caktuar në dinin e Allahut. Pastaj se kë ktheu, unë e di.
Prandaj zohut do themi që ato që Allahu udhëzon askush nuk mund ta çojë në rrugën e shtrenjtë. Dhe ato që Allahu e çon në rrugë të gabuar askush nuk mund ta udhëzojë. Kjo të udhëzimi i Allahut mbi ne, ja Rabbel Alamin. Nuk zgjatë kohë, për një herë mas saj duaje të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me lotë me gjak. Allahu dhul Jalal i çon Xhebrail alayhis salam, melekun e madh të Allahut. Dhe i ban selam, do të ka ba selam Allahu dhul Jalal, që ti të shkosh të takosh direkt me të madhin Zot. Ka ftu pranë vetes. Nuk ka ftu Allahu dhul Jalal, ka fol me Musa alayhis salam, ka fol me pejgamber, me disa pejgamber rrallë. Por që ta ftoj pranë vetes vetëm Muhamedit alayhis salam, duke pa gjën shpirtërore të tij, të dobët, e që u mërzit shumë, ta ka ba selam Allahu dhe të kërkon me bisedu drejt për drejt me madhin Allah. I vetmi njëri si përfaqen e tokës. Nëpërmes burakut, e merr rrugën subhanalladhi asra bi abdihi lejlan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Për kujtohet nata që Allah dhul Jalal thot ne e shëtitëm robën tonë Muhammedin alayhis salam prej gjatjen Mesjidul Aqsa në Palestinë. Kjo quhet Isra. Rrugtimi i pejgamberit sallallahu nga Mekka në Palestinë quhet Isra. Dhe pastaj prej xhamisë Kudsit Sherif u ngjit në Miraj tek Arshi i Madhit. Xhibril alayhis salam me la pak më poshtë tha unë nuk kam më urdhën për të vazhduar më sipër. Nuk ka hej pas një lloj me lekun tek Arshi i Allahut. Dhe pejgamberi alayhis salam kur erdhi një moment që nuk po lvizte më, e kuptoi që pas ka hapur para Allahut dhul Jalal. Dhe pejgamberi alayhis salam e përshëndetit madhin Zot. Që e përshëndesim edhe neve në namaz. Çka tha pejgamberi alayhis salam? At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Përshëndetjet, falënderimet, lavdatat janë për Allahun dhul Jalal. Atëherë erdhi një zë nga katër anët, dashmë Zot. Nuk erdhi me një drejtim që pas ka fol Zoti, pas ka foli madhi Allahu, se qen ka këndej Allah apo djathtas apo majtas. Në të katër anët ju kthi xhevapi, ju kthi përgjigja. Assalamu alayka ya ayuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tërë trupi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam u shndrua në shqisat të dëgjuarit. Nuk ngjonte vetëm me vesh, por gjitha organet. Çka i tha Allahu dhul Jalal? Përshëndetje janë edhe për ty ja Muhammed, edhe për dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atë Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin." Përshëndetjet e lavdërimit këto janë edhe për mua, por edhe për ummetin që kam lënë tokë. Atë unë gjuhë zëri me lekëve duke thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhul Jalal dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij. Pra shprehem dëshminë vërtetuan se është vetëm një zot dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe dërguar i tij. Pastaj Allahu dhul Jalal në bisedën që bëri ndër me pejgamberin alayhis salam në shumë porositje Allah e porositi për namazin es-salat, es-salat, es-salah. Namaz, namaz, namaz. Namazi u bë obligim në këtë natë. Por shumë porosia Allah e ka porosit pejgamberin e selam nëpërmes Xhibril alayhis salam dhe nëpërmes Kuranit aty më shumë. Për namazin e porositi direkt Allahu dhul Jalal direkt pejgamberin Muhammed alayhis salam. Duke i thonë që ummet jo të fal 50 kohë namaz. Kur po kthej pejgamberi selam dhe po u priu si imam pejgamberëve të tjerë, Musa alayhis salam tha: "Ja Rasulullah, ta po shkoj lut Allahun ta zbres pak në jo 50 kohë, do të jetë shumë rënd për ummetin tënd 50 kohë në ditë." Po tham ka që më tha Allah, po shkoj lut Allahun sa është i mëshirshëm. Shkoi pejgamberi selam i tha: "Ja Allah, ta 50 kohë do të vi ummeti i dobët, janë si shumë. A na e falën pak?" Tha mirë, 30 kohë. Zbitë më saj përse ta shkoj lutë prapë Allah. 30, 20, 10, 3-4 herë pejgamberi selam. Dhe kur ja zbitën 10 kohë, shkoj prapë te Musa alayhis salam, Musa alayhis salam tha shkoj një herë. Tha po më vjen zor për nga 50 kohë tha mi ka ulën 10. Shkota Allahu dhul Jalal sa ai është mëshirues i mbathur.
Dhe kur shkoi për herë të fundit tha, ja Rasulullah, o i dërguari im, ja Muhammed. 5 kohë namaz ka obligim ma ummeti jot për me i fal. Dhe tek unë do të shkruan 50, 1 me 10. Kur ummeti jot do të falje 5 vakt namazën në tokë, në ditë, tek unë do të regjistrohen se ai ka fal 50 kohë namaz, është kam thënë fillim. Këtë mos është gjasim, pejgamberi alayhis salam mbaroi Miraxhin, erdhi thot pejgamberi selam kur ka marrë kam gjetë shtratin në ngrohtë, para mendo. Gjibrili alayhis salam ka 600 krah, 700 krah fluturus. Njëri krah thot pejgamberi selam mbulon hapësirën mes tokës dhe qiellit. 700 krah fluturus pa më çfarë gigant janë, si ka shku tek Allahu dhe xhelal, me të qindrat e sekondit. Dhe kur zbritën tokë dhe u tha ummetit, ashab, shokët vetë, tha mbron, tha kam qenë në Mirax, jam taku direkt me Allahun dhe xhelal. E thon namazin sabat, pastaj pasi dolën shumë veta thanë pa thurë, pas ka qenë ka shku mbi 7 ka qiell, ka dhe ka gjetë shtratin në ngrohtë. Vetëm Abu Bekri radiallahu anhu dhe në këtë moment ja vendosi emrin Es-Siddiq. Shumë i sinqert. Tha e ka thënë i dashmi Zotit po, la raiba fiha. Nuk ka dyshim të. Po e pati thonë ai me të vërtet ka qenë. Dhe pejgamberi sa miran vesh kjo që disa sahab i tha bile njëri tha ja Rasulullah, thotë ti nuk gënjen asnjë, po tha kjo zemra jonë nuk ka shumë e qetësuar. Tha keni të drejtë. Ndërkohë erdhën qafirat, thanë, shiko, ja Muhammed, ne dim se ti je gënjeshtar. Qafirat tani. Po mos del shumë hapur me gënjeshtrat tua, me budallojqet tua. Sipas ke qenë mbi 7 kat qiell dhe ke ardhe ke gjetë shtratin në ngrohtë. Mos e gënje popull, se ne e dim se je gënjeshtar. Pejgamberi selam tha, por ju kam një argument. Po çfarë argumentin ndaj ti? Rrugës ta ku kam qenë duke bë Islam nga Mekka në Quds Sharif. Tha, pash një karvan, filanin që ishin nga Mekka, ku ishit këtyre, qafirave, që ktheshin nga Shami, nga Siria, për në Mekë, që bënin tregtin atko. Thot dhe filanit i ka humbë devja, i kishte humbë mes natë, i kishte humbë devja dhe unë i kam thonë, shkor filan se ke devën filan kodë, tha se mua Allah ma vani dritë veni, si me qenë ditë. Thot dili ju përpara, sa ato du një 10 ditë për marrë këtu. Edhe shkoj e pyetni ato qafirat, ato shok tuaj, a kanë gjuhë zërin tim apo jo? Këto me një herë vrakuan, ato duke ardhur, edhe këto duke shkuar, u takuan. Dhe çka po u thon qafirëve shokët vetë. Thot mor tha ka humbë Muhamedi, ju paraqit në këtë formë. Ka disa kohë që Muhamedi ka humbë. A mos e keni pa? U ngrita qafiri, tha, por tha pa jo. Tha po filan natë të më hupi devja mua dhe si zëri Muhamedit merri se më tha shkosën filan kodër e këtë. Dhe ku shkova me të vërtet ta gjitha këtë. Dhe në ngeli gjë tjetër shkuan më para pejgamberit selam dhe thonë, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Me të vërtet i pas ke qeni dashmi Zot, ne e boj halal. Prej kësaj kohën ne jemi prej besimtarëve musliman. Pati plot qafira që nuk e besuan, po një grup i madh prej tyre e besuan për pejgamber Muhammed alayhis salam. Pra kjo natë e bekuar dhe kjo natë e mirë, ka këtë domethënie rrugtimin e Muhammedit alayhis salam nga Mekka në Palestinë dhe prej Quds Sharif mbi 7 kat qiell. Neve, kur ju lut Muhammed alayhis salam dhe e mbyllim me këtë, tha mundsoja ja Allah, mundsoja dhe ummetit të vinë shikojnë madhërinë tënde, tha Miraxhi i ummetit tim do të jetë namazi. Ata vetëm se nuk më shikojnë mua se në sejdë janë ballë për ballë në më. Çdo bisedë që bëjnë, çdo lutje që e bëjnë, unë va pranoj. Pra, Miraxhi i ummetit tonë do të jetë namaz. Sepse gjendja njerëzore është shumë e dobët. Dhe profeti alayhis salam kur i thon sahabët, po si ishte i madhi Zot, a e pet madhi Zot? Pejgamberi selam i thonë shprehin nurun ala nur. Dritë mbi dritë. Nuk ka se e kam pa me figurë, se Allah s'ka figurë, po mu pa nur të njaj, o pa dritë. Tha Allahu Dhul Xhelal ishte nurun ala nur, ishte dritë mbi dritë. Prandaj, kjo natë e madhe dhe kjo natë e mirë, ne e ban për obligim. Kushdo që deri tani nuk ka qenë shumë besimtar i fortë dhe shumë i lidhur për namaz,
Le të jetë kjo natë e mirë që të bëjmë një tëubë istighfar dhe të fillojmë 5 vakt namazin. Nuk ka xhennet pa namaz. Manje me në mirë. Në shumë gjëra mund të kalojmë që se kalojmë mirë me namazin në ahiret. Në që se me namazin kalojmë jo mirë, nuk jemi në rregull me namazin, atëherë ma nuk kanë me na bë dobi gjëra tjera. Zotin na bëf që të pendohemi tek Allahu, të kthehemi 5 vakt namazit, se 5 vakt namazit nuk merr me gjithë orën në ditë. Allah na vetë djesoft. Apel nënave, babalarve, bashortëve, vajzave, djemve që kemi familje, le t'i urdhnojmë për namaz, ndashim me kon bashkë me ta në xhenet. Allah na e baf me nasib xhenetin, Allah na baf prej musallive për atyre që falen, dhe inshallah taala e arrim dhe muajin e madhnueshëm të Ramazanit dhe kalojmë ato me detyra të bëra, me detyra të shkëlqyera siç kërkon Allahu dhul xhelal. Allah na bekoft ya rabbil alamin, juve, mua, familjet tona dhe mbar ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kudo qofshin ata, lindje perëndim bashkë Magrib. Ela ina ahsanul kalam wa ablaga nizam kalamullahi al-malik al-qadir al-aziz